26 vite pas luftës, zhvillojmë aktivitete në fushat improvizuara. Uroj që të paktën nga këto lojra mesdhetare, Prishtina 2030, atletika të jetë njëra prej përfituesve më të mëdha, sepse vërtet e meriton. Ti thua dikujt që nuk kemi akoma stadium të atletikës në Kosovë, është vërtet për keqardhje. Vitin që lam pas, nisëm me një vizion të qartë dhe ambicie të mëdha për pas organizimit të mbi 20 garave vendore që përfshin në të gjitha grup moshat, duke filluar nga U10 e tutje deri te veteranët. Ne kemi punuar sistematikisht dhe intensivisht dhe kemi arritur realizimin e planeve zhvillimore që synojnë arritjen e cilësisë së atletikës në çdo komunë. Masivizimi dhe talentet e reja. Në fokus i veçantë është kushtuar masivizimit të sportit tonë përmes projektit identifikimi i talentëve. Kemi vizituar shkolla dhe kemi punuar me fëmijë duke e dërguar atletiken aty ku lindin kampionët e së ardhshme.